U rikthyem kështu në studio dhe është koha për ftuarin e parë. E kemi kolegun nga sporti Endrit Jasharin, me cilin do të flasim, do ta bëjmë një përmbledhje për 7 ditët e fundit, çka ka ndodhur, si ka shkuar, çka mirëmëngjesi Endrit dhe mirësepe. Mirëmëngjesi, fortes, mirë se u gjeta. Çuçi e keni këtë hane kështu? Mirë. A jeni disponim ma pritove? Po, mirë, sidomos mas fitores djetë Barcelonës. Menova më sputu për najsan për zgjedhje lokale. Unë vi prej komunës Lipjan. Lipjan e kemi kry me rundin e parë. Punën e... Dhe që shkoj, hajta të ndalim pak të Barcelona me që ki me kaq për zemër, a t'ja nisëm ka sporti vendor? E këshëm nisë në sporti vendor, të Barcelona kam qef më nolë ma detajisht. Okej, kemi pas shumë deshjen me sjavë. Dhe fillojmë fillimisht me sportit në dorë. Java e 13 u zhvillu gjatë të shtunës dhe të dielës, ku arritën këto rezultate: Drenica Ballkani 2-0, Ferizaj Dugagjini 0-1, ekipi nga Klina triumfoi në sekondat e fundit të ndeshjes, Malisheva Gjilani 1-2 dhe Llapi Prishtina e Re 1-1. Drita Prishtina është kjo ndeshje u shtyje për shkak të 2 lojtarëve të skuadrës Gjilanase që janë të ftuar nga kombëtarët për ndeshjet e muajit nëntor. Me këto rezultate, tani kemi edhe tabelën pas 13 ndeshjeve. Prind Prishtina, edhe pse ka një ndeshje më pak të zhvilluar, ndjekur nga Ballkani, Drita e Dugagjini, të cilat do të luftojnë sidomos për këto 3 pozitat e para që dërgojnë në Evropë. Në fundet e tabelës, Prishtina e Re është me 9 pikë, e ndjekur në më pas vjen Ferizaj dhe Gjilani me nga 14 respektivisht 15, edhe këto gara për mbjetesë do t'jetë kogja ashpër, me Prishtinën që ka ngec pak më prapa në renditjen tabelare. Dugagjini, përmenda pas largimit të Ismet Munishit, arriti fitoren e parë me trajnerin e përkohshëm Ndue për Gjokaj, arriti në minutët e fundit, pra në minutat shtesë të shënoj fitore. Llapi që pati një suri kogja të mirë, u ndal nga Prishtina e Re, e cila aktualisht gjendet në vendin e fundit në tabelë, pra rezultate kogja interesante dhe të papritura gjatë kësaj gjiroje në Superligën e Kosovës. Për që sa po vjen e po shkon të u bo edhe ma interesant. Përkash tjetër? Qëto? Për futbolin vendor. Këshëm kalu të futbolli të ligat evropiane. Këshëm nisë me Premier League-in fillimisht për shkak se poti ndeshje shumë të forta, shumë interesante. Po e nisi me ndeshjen e fundit, e cila u zhvillua dje. Manchester City arriti me shënu fitore bindëse 3-0 ndaj Liverpoolit, një ndeshje dominuar plotësisht nga skuadra e Pep Guardiolas, duke fituar thellë ndaj kampionit në fuqi Liverpoolit. Ndërkohë Arsenali, lideri aktual i Premier Ligës, barazoi 2-2 me Sunderlandin e Granit Xhakës. Granit Xhaka një tjetër paraqitje fantastike e tij. Ka bo, ndoshta për shumë analistë të futbollit atje, Granit Xhaka po konsiderohet transferi i sezonit deri më tash në komplet Premier Ligën, për shkak të impaktit që ja ka dhënë skuadrës së Sunderlandit me ardhjen e tij. Aktualisht Sunderlandi është lart në tabelë në pozitat e para, edhe po lufton për ndonjërin nga 6 pozitat e para që dërgojnë në garat evropiane. Edhe aktualisht është futbollisti që ka vrapuar më së shumti në Premier League deri më tani, bashkë me një tjetër bashkëlojtar të tij. Ndërkohë, ndeshja tjetër shumë interesante ishte ajo mes Tottenhamit dhe Manchester United, e cila përfundoi me rezultatin 2-2. Të dyja skuadrat patën e përsinë e tyre, megjithatë nuk arritën që ta ruanin atë. Fillimisht Manchesteri kishte e përsi, më pas Tottenhami arriti në minutat shtesë të ndeshjes të dalë përpara 2-1, por më pas një drom tejet e modë zhvillua po ashtu në minutat shtesë në vazhdim, ku Manchester United arriti që në fund të barazoj rezultatin. Kemi edhe tifozin e famshëm që e ka një challenge për mos mi prej flokt, derisa Manchester United nuk i arrin 5 fitore radhazi, po ka me prit kogja gjatë. I pa 3 fitore radhazi Manchester United, më pas erdhën 2 barazime tash. Do më thonë, deri në vitin tjetër minimalisht, ka me mejt pa i prej
pa i prej flokëve. Në është edhe kursen pak fare. Po, edhe prejja flokëve në Angli, koqa shtrajt. Koqa shtrajt, dhe i vjen me kursy edhe pret fitoren e Manchesterit. Kalojmë të La Liga. Barcelona shënoi fitore 4-2 ndaj Celta Vigos në udhëtim. Tradicionalisht Barcelona ka pas problem me skuadrën e Celta Vigos, ku shpesh ka ditë me i nxjerr probleme, me i nxjerr pike, ndoshta edhe komplet fitore, edhe dje nuk ishte aq e lehtë, pasi që në 2 raste Celta Vigo arriti që të barazonte rezultatin. Megjithatë Barcelona përfundimisht shënoi fitore dhe shfrytëzoi gabimin e madh që bëri Real Madridi disa orë më herët, i cili barazoi pa gola me Rayo Vallecano, një paraqitje shumë e dobët e skuadrës së Xabi Alonsos, dhe tash Real Madridi është përpara Barcelonës me vetëm 3 pikë diferencë, por ngushtohet diferenca edhe bëhet gara edhe më ashpër në La Liga për titullin e kampionit. Ndërkohë, Mallorca e Vedat Muriqi shënoi fitore minimale, por shumë të vlefshme ndaj Getafes me rezultat 1-0. Ishte pikërisht sulmuesi kosovar Vedat Muriqi që shënoi golin e fitores, edhe e ka rikthyer atë formën që kishte para 2 sezoneve, për shkak se sezonin e kaluar nuk është që arriti me treguar potencialin e tij. Ndërkohë këtë edicion Vedat Muriqi është i jashtëzakonshëm, duke ndihmuar me shumë gola skuadrën e Mallorcas, si në rastin e djeshëm, ku edhe i siguroi 3 pikë shumë të vlefshme ekipit nga ishulli i Spanjës. Kishim kaluar edhe në Serie A, ku gjithashtu pati ndeshje shumë interesante, por u karakterizua me shumë barazime rundi 19 në Serie A. Interi shënoi fitore 2-0 ndaj Lazios, duke marrë kryesimin kështu në Serie A pas gabimeve që bën Napoli dhe Milan. Ndërkohë Roma po ashtu shënoi fitore 2-0 dhe është në pikë të barabarta me Interin në krye të tabelës. Napoli, i cili aktualisht printet deri në fillimin e Xhiros në 11, pësoi humbje befasuese 2-0 ndaj Bolognas, diçka që nuk ishte pritur. Parma Milan 2-2, Milan edhe pse ishte në avantazh prej 2-0 nuk arriti të shtaruante këtë e përsi dhe në fund të marrte vetëm 1 pikë në udhëtim ndaj Parmës. Juventus Torino derbi, Torines përfundoi pa gola të shënuar 0-0. Edon Zhegrova pati 25 minuta në dispozicion edhe arriti me i dhon freski sulmit të Juventusit, megjithatë jo edhe në atë nivelin sa me arrit me shënu 1 gol edhe me siguru fitoren, megjithatë paraqitje solide e yllit kosovar që e ndezi krahun e djathtë të sulmit edhe pati shumë shpejtësie dhe ishin më aktiv në fazën sulmuese zonja e vjetër, për kundër që fakti që nuk arritën të shënonin gola. Pro një 3 ndeshje janë kryt 0-0 në Serie A, disa të tjera me barazim, por shumë pa gola të shënuara në Serie A në rundin e 11 të këtij edicioni. Flasim pak edhe për Kosovën e Shqipërinë? Po, pikërisht ndeshjet e Kosovës që nisjen ato që kanë interesin më të madh gjatë kësaj jave edhe në fillimin e javës së ardhshme. Tash edhe zgjedhjet u kryen. Tash fokusi komplet ka me konë te këto 2 ndeshje jashtëzakonisht të rëndësishme. Fortezë, domethënë kemi mundësinë e artë që 2 ekipet tona me i dërgu në kampionatin botror, diçka që nuk ashtë arrit asnjëherë deri më tani. Po filloj me Kosovën. Më 15 nëntor Kosova luan ndaj Slovenisë në udhëtim, kurse 30 më vonë e pret Zvicrën në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Aktualisht Kosova ka 3 pikë më pak se Zvicra, që është e vendit të parë. Në rast që Kosova, tash po flasim matematikisht gjasat, në rast që Kosova shënon fitore ndaj Slovenisë dhe Zvicra nuk arrit ta poshtë Suedin, atëherë na pret një finale e madhe në stadiumin Fadil Vokri, që në rast se më pas e mposhtim Zvicrën në stadiumin Fadil Vokri, do të shkonim si vendi i parë në kampionatin botror, pra direkt kualifikim në kampionatin botror. Megjithatë, ekziston mundësia që me shku edhe përmes vendit të dytë, donse na pret një rrugë më e gjatë, pasi që do të kemi 2 ndeshje ekstra për me siguru kualifikimin. Megjithatë, për vendin e dytë na mjafton vetëm një barazim ndaj Slovenisë. Nëse arrin një barazim ndaj Slovenisë, ne kemi
të siguruar vendin e dytë dhe play-offin. Më pas, play-offi do të ketë me 2 ndeshje, por gjitha ekipet e pozicionuara në vendet e dyta do të përballen me njëra tjetrën si në formë gjysmë finale dhe më pas finale për me siguru kualifikimin në kampionatin botror. Po çu sheshet ti? Unë mendoj që play-offin e kemi 90% siguruar, megjithatë tash mbetet më po shorti kush mundet me naron në play-off, pasi që ka mundësi që edhe skuadra si Italia, si Belgjika, me i pas në play-off e më pas do të ishte jashtëzakonisht vështirë, megjithatë tash me kqyr edhe në kondin tjetër mund me pas edhe kombëtare tjera, më atleta të cilat Kosova mundet me pas punë më atlet kundër tyne. Po karshi Slovenisë dhe Zvicrës. Po, e tash... Do shta më të vështire ka me Zvicrën? Po, pa dyshim që po. Kujtojmë ndeshjen e parë në Basel, Zvicra arriti me fitu 4-0 ndaj Kosovës, paraqitje shumë zhgënjyse ndoshta e Kosovës, një pjesë e parë ndoshta më e dobta në historinë e Kosovës e zhvilluar ndaj Zvicrës. Megjithatë, Kosova arriti që me u këndell, arriti që me pas me njëherë me mposhtë Suedin, me barazu me Sloveninë në Fadil Vokri, me pas me mposhtë prapë Suedin në Göteborg edhe me i bo 7 pikë. Do t'jetë Gjaka? Po, do t'jetë Gjaka, Andi Zeqiri, gjithashtu pjesë të kombëtares së Zvicrës. Ndërkaq në Kosovë, e kemi Zhegrovën? Në Kosovë e kemi ekipin e kompletuar. E kemi Zhegrovën, na kthehet Amir Rahmani, e kemi Vedat Muriqin, aty na kthehet edhe Lumbard Dellova, po ashtu nga lëndimi. Kemi ekipin e plot, megjithatë mbetet më po se nëse trajneri Franco Foda vendos me u qos ndeshjes me strategjinë e njëjtë dhe me sistemin e njëjtë të lojës siç e ka bërë në 3 ndeshjet e fundit faktikisht, atëherë nuk e di nëse do të kishte vend për Edon Zhegrovën në formacionin startues, për shkak se ai luan ansor i djathtë edhe me 3-5-2 ose me 5-3-2 varësisht se qysh jemi në kemi pozitimin e topës, jemi janë në aksion apo duke u mbrojt, nuk ka vend në atë dyshjen sulmuese për Edon Zhegrovën. Megjithatë, mbetet më po se qysh trajneri gjerman ka me vendos me jo qos kësaj ndeshje, sidomos ndeshjes me Sloveninë, pasi që unë mendoj që fillimisht do të me kqyr ndeshjen me Sloveninë, mos me i bë kalkulimet për ndeshjen me Zvicrën, po me që ishim këto në i përmenda se qysh janë gjosat e Kosovës që me shku direkt faktikisht në kampionatin botror. E mira ke kësaj, po e them edhe njerë, është që ekipi është i plot, nuk ka mungesa te Kosova edhe gjithë që do të arrijë me shtiri gjasat do shta për... Pa dyshim që po, sepse ne kemi pos mungesa, në 2 grumbullimet e para kemi pos mungesa ko gjatë vaja, në grumbullimit e para patë mungesën e Edon Zhegrovës dhe Milot Rashicës, më pas në ndeshjen me Zvicrën u lëndua pikërisht Amir Rahmani që mungoj më pas ndaj Slovenisë, në ndeshjen e kaluar ishte mungesa Amir Rahmanit dhe Lumbard Dellovës, dyshës së qendrës së mbrojtjes. Përkundër kësaj, unë mendoj se Franco Foda e menaxhoi mjaft mirë pjesën defanzive me treshën e mbrojtjes, të cilën e aktivizoi në 2 ndeshje ndaj Slovenisë dhe ndaj Suedisë. Besoj fuqishëm që me formën e mirë në cilën po kalon Kosova, po ashtu me formën e mirë në cilën po kalojnë lojtarët të skuadrat e tyre, kemi me pas mundësi për me arrit një rezultat pozitiv. E vetmja mungesë dhe vetmi problem do shta për Franco Fodën do t'jetë pozita e portierit në ndeshjen ndaj Slovenisë, për shkak se Aro Moric nuk do të mund të aktivizohet për shkak të kartonëve të grumbulluar, edhe tashmë do t'jetë mes Amir Shaipi dhe Visar Bekajt dueli për me qenë portieri i parë në ndeshje ndaj Slovenisë. Amir Shaipi nuk ka luajtur në shumë ndeshje, tashe disa ndeshje të skuadra e Luganës, ndërkohë në anën tjetër Visar Bekaj po luan në ligën e parë, pra në kategorinë e dytë të futbollit në Turqi, pra nuk janë të nivelit të Aro Moric, i cili po bën paraqitje mjaft të mira te Sassuolo në Serie A, pra kjo ka me qenë problemi vetëm i Kosovës në ndeshjen e parë, pasi që në ndeshjen e dytë kthehet Aro Moric. Edhe të shohim se si ka me arritë me menaxhu, e ka ftuar edhe Faton Malokun të skuadrës së dritës
trajneri Franco Foda për këto ndeshje, u përfol shumë që Dian Ramaj ka me ardhë në këtë grumbullim, megjithatë ai ende nuk e ka vendosur përfundimisht ta zgjedh ta përfaqësoj Kosovën. Arjan Ibrahimović po ashtu ishte një nga emrat e përmendur që do të vite Kosova në grumbullimin e muajit nëntor, megjithatë ajo po te lista e kombëtarës së Gjermanisë U21, edhe kjo me gjaz do të jetë një sinjal mjaft i qartë që ai përfundimisht nuk dëshiron të luaj për Kosovën. Ka dhënë ndonjë arsye apo? Nuk ka arsye. Prej federatës na kanë thonë që janë në bisedime, madje vetë presidenti i Federatës së futbollit të Kosovës, Hakim Ademi, ishte në një ndeshje ku Hoffenheim u përball me Heidenheim, pra u luajshin 5 futbollistë shqiptar, kosovar në atë ndeshje, edhe u tha që pati bisedime mes Hakim Ademit dhe Arjan Ibrahimović dhe Dian Ramajt, por nuk u dha detaje se çka u fal, megjithatë pati pritshmëri të mëdha që ata do të vinin në grumbullimin e muajit nëntor. Kjo nuk ndodhi, mbetet më pa, nëse arrit play-offin do të kemi disa ndeshje në muajin mars gjithashtu, edhe mbetet më pa deri atëherë se cili do të jetë faktikisht vendimi i tyre. Ishim dalë edhe te Shqipëria. Po ashtu Shqipëria. Një pyetje endre, cilën e këshyr kështu ma me entuziazëm apo e ke emocionin e njëjtë? Për dyjat kam emocionet tepër mëdha. Zakonisht komentet e njerëzve janë që nuk e kanë ndoshta emocionin e njëjtë, sigur kur luan Kosova edhe Shqipëria. Na kemi pas deri para pranimit të Kosovës. Zgjurat përshëzejën pak ma deri te pranimi i Kosovës, ne kemi pas Shqipërinë që padyshim këtë. Edhe momentin që Kosova është pranuar në instancat më të larta të futbollit ndërkombëtar, padyshim që tani kemi pas 2 ekipe. Megjithatë, unë e kam thonë edhe më herët, unë besoj që kemi mundësi me i dash 2 ekipet njëjtë. Unë veç e kam një problem, inshallah nuk na bjen në play-off me lujt kundër njëra tjetrës, Kosova me Shqipërinë. Me gjaz nuk ka ndodhur për poshtë miqësore. Po, ama tash mundet me ndodhë, se tash të dyjat po luftojnë për vendin e dytë. Edhe të shorti mundet me i përball njëna me tjetrën në play-off për njënën për me çu përpara. Shpresoj shumë që mos me ndodhë. Që kjo, po edhe nëse ndodhë, le të ndodhë në finale, për shkak se nëse ndodhë në finalin e play-offit, atëherë e dim sigur që njëna prej tyne shkon botrore, që ajo është nështë ma... Cilën të kishe pas që fak ma shumë me pa, po... Cila do që ki shku për mu, i shkon padyshim sukses, edhe nuk isha mërzit faktikisht që nuk i kemi dyjat, megjithatë cila do që arrin kualifikimin tutje për mu është gëzim i njëjtë. Shqipënia e ka ndoshta më lehtë se Kosova për me arrit play-offin, pasi që për vendin e parë veç se Anglia e ka siguruar. Shqipëria i nevojitet vetëm fitoria ndaj Andorës më 13 nëntor, edhe nëse arrin fitoren ndaj Andorës, veç se siguron play-offin e me pas vetëm i pret shortin cili hidhet në dhjetor nëse nuk gaboj, edhe i pret kundërshtart me cilët do të zhvillojnë ndeshje. Mi posa janë gjasat për me pas një fitore prej Shqipërisë? Shumë të vaja, për shkak se Andora aktualisht gjendet në vendin e fundit në grupin ku bën pjesë edhe Shqipëria, edhe ka veç një pik. Do më thonë është ekipi ma i dopt i grupit, edhe Shqipëria në ndeshjen e parë veç se e kanë pushtur Andorën, e njëjtë pritet me ndodh edhe më 13 nëntor. Më pas 30 më vonë, më 16 nëntor, Shqipëria e pret Anglinë në Air Albania në Tiranë. Edhe nëse arrin fitoren ndaj Andorës, kjo ndeshje nuk luhet veç sa për prestigj, edhe veç se me festu kualifikimin e Shqipërisë në play-off, për shkak se nuk ka ndikim në rezultatin në renditjen përfundimtare me pas në këtë grup. Edhe nëse hup nuk ka më problem në rast se na veç se mposhtim Andorën paraprakisht. Pra, më kemi mundësin shumë voja që edhe Kosovën edhe Shqipërinë me i po në play-off. Më pas, shpresojmë shumë që shorti nuk na va përballë njëna tjetrës, që kjo është e para, e më pas pse jo mujna mi pos të 2 ekipet në kampionatin botror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, ku do të zhvillohet kampionati botror vitin e ardhshëm.
Dhe me sa po shohën ti personalisht që koha entuziast kështu për ndeshjet që do zhvillohen. Shumë optimist për dy ekipet, edhe për Kosovën e për Shqipërinë, shumë optimist që kanë marrit rezultate shumë të mira në nëntor fillimisht, e më pas edhe në mars ku luhet play-offi për kualifikim në kampionatin botror. Endret, nëse nuk ke diçka tjetër për të shtu, faleminderit shumë për këto informacionet që i ndove sot me ne, edhe uroj që të kemi fitore, si të Kosovës, Shqipërisë. Shijemi kismet hallën i diskutojmë. Okej.